Ka një problem tjetër që e kemi me kekun, e që ka të bëj me mungesën e elektrofilterave në këto tymtaret e termocentraleve. Në fakt, ka një 2-3 vite miq që ne thithim ajër shumë më të papastër, me mbetje nga tymi, me që dikush nuk po i rregullon dot filterat e famshëm të tymtarve. Nëse ju kujtohet ai debati i famshëm, duhet fillimisht bojlerat e pastaj filterat. Njëherë bojlerat, mas nej filterat. Ky debati i famshëm i kryeministit Kurti në Parlamentin e Kosovës ishte për të arsyetuar mungesën e filterave në këta tymtar. Sipas kryeministit Kurti, filterat edhe bëhen, por derisa të angazhohet kompania për të bërë filterat, duhet me i bë fillimisht disa bojlera, sepse problemi është tek bojlerat dhe jo tek filterat. Siç e ka thënë Kurti edhe një herë, duhet fillimisht njëherë bojlerat, mas nej filterat. Sakt. Okay. E ju si keni bo as filterat, as bojlerat. E vërtet është nështë ata tjerë si kanë bo as bojlerat, as filterat, por kam përshtypjen që as Kurti nuk po i bën dot as bojlerat dhe as filterat, dhe sidomos jo filterat. Sepse nuk po bëhen filterat është sepse ka pasur një përpjekje ka pasur një dallaver të brendshëm aty, për të cilën tashmë është aktivizuar prokuroria. Nagib Krasniqi po mbahet në akt akuzë se ka provuar që direkt me negocim direkt të angazhojë një kompani për rregullimin e filterave, por edhe për më shumë e ka vonuar rregullimin e filterave për arsye të cilat janë të dyshimta dhe të cilat do duhet që prokuroria pastaj të vendos. Ka marrë një përgjigje më në fund nga keku, edhe pas një jave, një muaj, më shumë se një muaj, insistim tonin, qoftë në lidhje direkte, qoftë me emaila, që të marrim përgjigjet se çka po ndodh me filterat. Lidhe me pyetjen tuaj rreth elektrofilterave, është e rëndësishme që të mësini pamje të tymtarëve. Në lidhe me pyetjen tuaj rreth elektrofilterave, është e rëndësishme që të theksohet se elektrofilterat funksionojnë për aq kohë sa funksionon një njësi prodhimi, pasi ato janë të lidhura direkt me operimin e njësisë. Për më tepër, ju bëjmë me dije se objektivi kryesor për korporatën energjetike ka qenë dhe mbetet mbrojtja e mjedisit në hapësirat ku ajo operon. KEK ka përmbyllur me sukses ciklin e investimeve mjedisore të cilat kapin në vlerë prej 60 milion euro, kryesisht financuar nga mjetet vetanake të korporatës. Ky cikël investimesh ka përfshirë një sër masash për përmirësimin e kushteve mjedisore për reduktimin e ndikimit të aktiviteteve të kekut në mjedis, duke përfshirë instalimin dhe optimizimin e sistemeve të filtrimit në TCA dhe teknologjive të tjera të mbrojtjes së mjedisit. Për ilustrim, këto investime kanë kontribuar në rritjen e efikasitetit të elektrofiltrave të TCA kekut, duke siguruar që niveli ndocis të jetë brenda normave të lejuara. Gjithashtu, KEK është në pritje të njoftimit nga BE për fillimin e projektit të ndërtimit të elektrofiltrave në termocentralin Kosova B, TCB. Me përfundimin e këtij projekti, KEK-u do të operojë në përputhje me standardet e lejuara të Bashkimit Evropian për emetime, duke garantuar mbrojtje të mjedisit dhe përputhshmërisë me rregullat ndërkombëtare. Ne vijmë projektet ambientale të përfunduara. Pastrimi i zonës së ish klasifikimit elektrofiltrat në TCA. Pas 50 viteve të operimit të njësive aktive të TCA-s janë vendosur elektrofiltrat e ri dhe si rezultat kemi zvogëlimin madhor të shkarkimeve të grimcave të pluhurit me ajër. Mesatarja vetore e këtyre shkarkimeve tani është rreth kriterit të lejuar me ligj. Ish deponia e hirit në TCA është një prej projekteve tjera në cilat është punuar transporti hidraulik. Fakt nuk e di, ka një kontradiktë brenda përgjigjes. Në të njëjtën përgjigje më thotë që janë vendosur dhe në të njëjtën thotë që po e kërkojmë lejen që të vendosen tek Kosova B. Tash, a janë vendos filterat apo nuk janë vendos filterat? Çështje të cilën do ta adresojmë. Ikim shpejt në Sarek, duhet kem kryetarin Balim Aremaj që ta disoj këtë çështjen e fshatit Savrov. Pastaj duhet të kem dikën nga Fush Kosova, dikën nga Gjilani, në mënyrë që të arriti bëj të gjitha adresimet. Shkojmë fillimisht në